Kandidati i LDK-s për kryetar të Vushtrisë ditën e hënë nisi i veshur me mantelin e avokatit, duke mbrojtur ish kryetarin e degës së lëvizjes vetëvendosje në Mitrovicë, i cili akuzohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Pas angazhimit profesional në mbrojtje të Faruk Mujkës, Xhafer Tahiri u nis drejt Vushtrisë në një takim për të cilin partia e tij, LDK, nuk ishte në dieni. Në anën tjetër në Selin në Prishtinë, kryetari Lumir Abdizgjiku i kishte ftuar për diskutim të gjithë kandidatët që janë në balotazh. Në qendër të qytetit, në kalon simbolike të Vushtrisë, i veshur me një palë atlete sportive, Tahiri e nisi takimin me një kryetar tjetër, me kurtin e lëvizjes vetëvendosje. Me kundërshtarin e zgjedhjeve nga lëvizja vetëvendosje, Sulejman Mehollin, kundër PDK-s, i bashkoi edhe zyrtarisht forcat Xhafer Tahirit që udhëheq degën e LDK-s në këtë qytet. Pas nënshkrimit të marrëveshjes që përmban detajet e bashkëqeverisjes, Xhafer Tahiri tha se koalicioni nuk është kundër askujt, por për qytetarët e Vushtrisë. Në 2017 lëvizja vetëvendosje ka mbështetur ndryshimin në Vushtri, sot LDK e kthen në Vushtri këtë mbështetje me qëllim që të vazhdohet një ndryshim i domosdoshëm në qytetin e Vushtrisë. Edhe kundërshtari deri tanishëm ishte në vijim me Tahirin. Jemi bashkë në këtë betejë, bashkë për Vushtrinë që ka nevojë për ndryshim, do të punojmë fuqishëm, ashtu si kemi bërë ndryshimin në 2017, do ta bëjmë prapë. Fjalimin më të gjatë në kalon e Vushtrisë e mbajti kryesori i takimit. Edhe le të punojmë jo për çdo ditë, por për çdo orë që këtë marrëveshje për bashkëqeverisje që e bëmë sot ta realizojmë me bashkëqeverisje mas nëntorit. Por marrëveshja për bashkëqeverisje e trazoi LDK në qendër, të cilët thanë se nuk ishin në dieni e as nuk e kishin autorizuar këtë marrëveshje. Madje propozuan edhe pasoja. LDK-ja pret që fillimisht të analizohet performanca e kandidatit dhe e degës së Vushtrisë dhe pas këtyre hapave të marrë vendimet përkatëse. Veprimet e tjera, sikurse ky i sotmi, janë pa ndonjë vlerë dhe në kundërshtim me praktikën demokratike të LDK-s. Si të tilla, ato do të marrin trajtim procedural sipas statutit pas përfundimit të garës lokale. LDK-ja tani është e fokusuar në garën e saj elektorale të balotazhit dhe jo në garën e partive të tjera. Pos në Vushtri, edhe në fushë Kosovë, lëvizja vetëvendosje ka bashkuar forcat për balotazh, duke arritur marrëveshje me AAK-n.